Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, në emisionin e sotëm do të trajtojmë një temë që ka ngjallur kuriozitet, mister dhe teori të shumta, masoneria. Çfarë është në të vërtetë ky rend i lashtë dhe pse ka qenë gjithmonë i mbështjell me sekret? Cili është roli i saj në historinë e Shqipërisë dhe çfarë dim sot për rrënjët dhe ndikimin e saj? Për herë të parë, një nga figurat më të rëndësishme të masonerisë shqiptare, zoti Piro Dode, ishte mjeshtër i madh dhe i përnderuar i Lozhës së Madhe të Shqipërisë, rrëfen ekskluzivisht për emisionin Gjurmët. Ndiqni intervistën unike për të kuptuar më shumë mbi një botë që shpesh fshihet pas perdeve të misterit dhe në të cilën kanë bërë pjesë figura të shquara të kombit shqiptar. Zoti Piro Dode, faleminderit që pranuat ftesën e emisionit Gjurmët. Faleminderit edhe juve. Në pyetësorin që kemi përgatitur së bashku, do të kalojmë në pyetjen e parë, me pyetjen se si lidhet masoneria me trashëgiminë shpirtërore, me dijet e lashta dhe me mendimin filozofik. Masoneria është një organizëm i gjallë që ka rojtur prej shekush, pikërisht sepse lidhet me këtë trashëgimi shpirtërore dhe me mendimet filozofike, me të gjitha mendimet filozofike të kohrave. Masoneria nuk është përkrahase e një mendimi filozofik. Masoneria është përkrahase e zhvillimit të mendimit filozofik dhe studion të gjitha rrymat e mendimit filozofik, duke filluar që nga lashtësia e deri në kohët e sotme. Masoneria nxit antarët e saj që të studiojnë dijet e lashta. Kur themi dijet, edhe shkencën e studiuar nga lashtësia, edhe të gjitha shkollat e mendimit filozofik të lashtësisë. Nëpërmjet temave të ndryshme, të punuara nga vetë vëllezërit, ruhet lidhja me këto, me shkolla, me mendimin filozofik dhe me trashëgiminë shpirtërore të gjitha kohrave. Secili popull ka trashëgiminë e vet dhe kështu kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi studim të shkollave të tjera. Studiohen të gjitha shkollat pavarësisht nga vendi ku janë, po secili ka atë, si thua, këndin e vet të vështrimit, ka shkollën e vet filozofike, ka trashëgiminë e vet, qoftë kulturore, qoftë shpirtërore. Po, zoti Piro, të kalojmë më në brëndi të kësaj filozofie, të kësaj rryme. Në thelbë, masoneria është përshkruar si një rrugtim nga errësira në dritë. Cili është kuptimi më i thellë i kësaj udhe në jetën e një muratori të lirë, siç i thoni ju, dhe cili është momenti kur masoni arrin në këtë pikë ndriçimi, në këtë pikë kulminative? Masoneria fillon me një inicim, që do të thotë fillon me rrugëtimin e atij që hyn në masoneri, me rrugëtimin e nëpërmjet masonerisë. Hyrja në masoneri tregohet si një rrugë që mundëson njeriu për të ndriçuar. Por kjo është e mbarur nga vetë personi, që hyn në këtë rrugë iniciatike. Është e mbarur nga angazhimi që ai ka në këtë. Mund të iniciohesh, po aty është fillimi. Ju thatë që është nga errësira në dritë, është e vërtet, por ashtu e vërtet që nuk ka fund kërkimi i kësaj drite, kërkimi i kësaj diturie. Masoneria prandaj ka jetuar ka gjatë, sepse në mënyrë të vazhdueshme kërkon dhe studion, pra nuk ka një arritëm në fund, nuk është një tunel, është një rrugë e vazhdueshme që zgjat
pafundësisht deri në fund të jetës. Po, zoti Piro, çfarë përfaqëson për një mason vëllazëria dhe a është një lidhje emocionale, një obligim moral apo një akt të ndërtimi shpirtëror me njëri tjetrin, pra midis antarëve të masonerisë? Shiko, masoneria është si një qenie e gjallë. Masoneria vërtet është në radhë të parë një frymë. Është një lidhje shpirtërore e të gjithë atyre që e konsiderojnë vëllezër. Në masoneri çdo antar quhet vëlla. Është lidhje shpirtërore e të gjithë këtyre. Ta quash tjetrin vëlla është një diçka e madhe. Është një besim i madh. Besim i madh që do të thotë vëlla, do të thotë edhe ta ndihmosh, po edhe të ndihmohesh prej tij. Edhe kur ka nevojë, po edhe kur ka suksese, jo vetëm në nevojë, por edhe kur ka suksese, është një ndihmë, një sukses i një vllai është suksesi i të gjithë vëllezërve. Në këtë kuptim është lidhja e tyre duke qenë së bashku, duke ndarë së bashku këndvështrime të ndryshme për dijet e lashta, për njohuritë e lashta, për trashëgiminë kulturore, për gjuhën e vendit ku ai është, për traditat kombëtare, forcohet akoma më shumë kjo lidhje shpirtërore. Po, dhe pikërisht zoti Piro në botën e sotme kur njeriu jeton midis informacionit dhe kaosit. Çfarë vendi zë kushtetuta masonike dhe parimet e saj të përjetshme? Masoneria ka qenë në të gjitha kohrat në krahun e përparuar të historisë së njerëzimit në çdo vend. Pra ka qenë në avangard, apo jo? Ka qenë në avangard të historisë së njerëzimit në çdo vend. Pra është e lidhur me të gjithë hapat e zhvillimit të shoqërisë dhe të përparimit të shoqërisë. Mason kanë qenë një shumicë e njerëzve që kanë luftuar dhe janë shquar në luftën për emancipim dhe për përparim shpirtëror, kulturor dhe shkencor. Thuhet se masoneria është një filozofi e gjallë që mëson përmes simbolit dhe veprës. Çfarë e dallon filozofinë masonike nga doktrinat apo nga ideologjitë e tjera? Dhe a mund të quhet ajo një fe e re për kohën që jetojmë? Le ta fillojmë nga kjo e fundit. Masoneria nuk është fe. Sepse masoneria nuk është një dogmë. Pra në këtë kuptim, masoneria nuk është fe. Po masoneria është një qenie e gjallë që i bën të mundur apo u krijon mundësi të gjithë atyre që janë pjesë e saja të mendojnë ndryshe nga të tjerët në kuptimin që duhet të mbështeten në studimin e të gjithë trashëgimisë kulturore, shpirtërore, të gjitha shkencave, të gjitha rrymave filozofike dhe të marrin guximin të trajtojnë tema të ndryshme, qoftë ezoterike, qoftë filozofike, në të gjitha fushat. Për masonerinë nuk ka në një kufizim në trajtimin e temave. Për masonerinë edhe një diçka që mund të konsiderohet në kohën e sotme tabu, për masonerinë nuk është ndaluar të diskutohet, nëse dikush ka disa argumenta që mund ta kundërshtojnë këtë. Pra për një mason është i mirë të diskutoj çdo gjë që mendon se ka argument, ka arsye për ta kundërshtuar një çështje të caktuar. Edhe që sjell përparim, apo? Sigurisht, e diskuton. Diskutimi gjithnjë sjell përparim. Debati gjithmonë sjell zhvillim. Ne nuk i themi debat. E kuptoj. Se debat është
disi rrahje mendimesh, ne themi diskutim. Diskutimi është më i pacifist, apo jo, një term pacifist, më paqësor. Po, Piro, të vazhdojmë me pyetësorin tonë. Në historinë e saj, masoneria ka kaluar nga masoneria operative në atë që e quajmë masoneria spekulative. Çfarë humbi dhe çfarë fitoi njeriu gjatë këtij kalimi nga masoneria operative në masonerinë spekulative? Dhe na shpjegoni më konkretisht. Këto janë tema që studiohen nga shumë njerëz dhe aq më shumë janë bërë shkrime të ndryshme, kanë shkruar njerëz që kanë pasur lidhje me masonerinë apo nga ata që nuk kanë pasur lidhje me masonerinë. Masoneria operative konsiderohet masoneria e lashtë, e cila përbëhej nga vëllazëri, po dhe që merreshin konkretisht me ndërtime të caktuara. Mund të themi që dhe ato vepra madhore që janë bërë në botë janë ndërtuar nga grupe vëllezërsh ose nga drejtues të cilët ishin antarë të këtyre grupeve. Dhe kjo quhet masoneria operative, ndërsa masoneria spekulative themi kur është shkëputur masoneria nga të punuarit drejt për së drejti vetë në objekte ndërtimore. Me këtë, masoneria është merret më shumë me studimin, me studimet e dijeve të lashta trashëgimisë kulturore, trashëgimisë të gjithë trashëgimisë të gjithë kombeve, kombit të saja, se cila masoneri studion trashëgiminë e kombit të saja, dhe në këtë mënyrë bëhet e mundur vijimësia e masonerisë. Masoneria, megjithëse ka ndryshojnë sistemet, masoneria mbetet. Mbetet sepse masoneria është e gjallë, i jep masonit, i jep antarit të saja një mundësi për ta parë botën ndryshe, nga një këndvështrim tjetër, jo nga këndvështrimi i jetës së përditshme, çfarë fitoi e çfarë humbas. Sepse masoneria edhe kur është kthyer në spekulative, nuk është se ka humbur ndonjë gjë apo ka fituar ndonjë gjë. Jo, ka marrë një drejtim të caktuar që e bën njeriu të merret me ndriçimin e mendjes së tij, mendjes së të gjithë njerëzimit. Po. Kur dhe ku janë hedhur themelet e masonerisë botërore dhe a janë lozhat kombëtare të varura nga Lozha e Madhe e Bashkuar e Anglisë? Kjo është pyetja e radhës. Që të jemi një çik eksakt se kur janë origjinat e masonerisë, ende nuk është shumë e përcaktuar. Megjithatë, mund të them që ne konsiderojmë dhe e shkruajmë në aktet tona tani që jemi vitin 6025. Kjo është thjesht... Pra kështu llogaritet në kalendarin e masonëve. Llogaritet në kalendarin masonik. Po. Pastaj, lozhat masone kanë ekzistuar shumë përpara dhe nuk mund të vësh një kufi kohor se kanë lindur në këtë datë apo në këtë tjetër. A kanë independencë nga njëra tjetra dhe a varen nga lozha qendrore? Jo. Por duhet të them që kanë qenë lozha të pavarura nga njëra tjetra dhe vetëm në vitin 1717 tre lozhat që ishin funksionale, tre lozhat e Londrës u bashkuan në Lozhën e Madhe të Anglisë, që është sot nga lozhat e mëdha më të vjetra të botës. Për të bërë një sqarim të saktë, mund të them se çdo lozhë e madhe në vendet e caktuara është sovrane. Nuk ka një organizëm botëror që merr vendime për lozhat e një vendi të caktuar. Ka organizma që janë konsultativ, që janë rekomandues, po
kurse si lozhat e mëdha janë sovrane në vendin e tyre. Çdo vendim e marrin vetë. Nuk ka dhe një gjykat për shembull që të gjykojë lozhën e madhe sovrane dhe ti thotë duhet të bësh këtë ose duhet kishte bërë këtë. Nërsa rekomandimet janë një tjetër, rekomandime për të bërë një diçka apo për të mos bërë një diçka është një çështje tjetër që e ka. Piro, në cilat qytete të Shqipërisë ka lozha masonike përveç kryeqytetit që e dim? Tani në Shqipëri masoneria ka qenë e njohur që përpara shumë kohësh. Ne mund të themi me mburrje që shumica e rilindësve shqiptar ka qenë mason. Cilët ishin këta për shembull? Mund të përmendim Pashkovasën, i cili ka shkruar edhe vepra lidhur me këtë. Mund të përmendim se mund t'i përmendim të gjithë, po e kuptoj. Përmendim atë që është themeluesi i shtetit shqiptar, Ismail Qemalin. Mund të përmendim mjaft të tjerë që kanë qenë masonë dhe që kanë kontribuar për këtë vend. Mund të themi Aleksandër Stabre Drenova, mund të themi Vlezër Frashëri, mund të themi plot nga këto. Duhet të dini që në kolonitë shqiptare jashtë shtetit ka qenë një numër i tyre ka qenë dhe shoqata masonike. Pra, keni fjalën për shoqata adetare patriotike. Adetare patriotike. Dhe kanë qenë dhe masonike. Ishin masonike. E kuptoj. Kështu që ka qenë e njohur. Veç kësaja, mjaft nga shqiptarët që kanë qenë jashtë, kanë qenë mason, kanë qenë në lozhën në Turqi, në lozhën në Stamboll, ku ishte Ismail Qemali, ku bënde pjesë edhe një nga vëllezërit e sultanit. Ka qenë në Selanik, ka qenë në Athin, ka qenë në Itali. Në Shqipëri nuk ka pasur një shtet që të mund të konsiderojë dhe të ngrihej lozha e madhe. Peripecit që ka kaluar vendi jonë nga lufta e parë, vendi pushtuar, në mbretërinë dhe me kontradiktat që pati ajo periudhë, pastaj erdhi pushtimi gjatë luftës së dytë botërore dhe pastaj erdhi diktatura. Nuk ishte e mundur që të përhapej lëvizja masonike. Duhet ta keni të qartë që diktaturat janë gjithmonë kundra masonerisë. Masoneria është mendimi i lirë. Mendimi i lirë që do të thotë të thuash dhe të mendosh ashtu siç e mendon ti, jo siç të thonë të tjerët. Indikuar nga asnjë mendim tjetër. Pa indikuar nga mendimet të tjera. Në këto kushte nuk mund të bëhet fjalë për masonerinë në Shqipëri gjatë kohës që ka qenë një shtet independent. Në Shqipëri kanë ekzistuar, fillimisht kanë ekzistuar treshet, ato që quhen treshe, në Vlorë, në Durrës, edhe në Shkodër. Ka qenë Nikoli Vanaj, ka qenë Hilmosi, ka qenë mjaft figurat njohura të kombit shqiptar, por base mund të themi një person që është popullor dhe i njohur, Lazgush Poradelci. Edhe ai ka qenë edhe ai dashamirës i masonerisë. Kështu që mund të thuash për shumë figura të shquara të kombit shqiptar. Zoti Piro, vazhdojmë të jemi së bashku, ju jeni ftuar i emisionit Gjurmët dhe po na tregoni në lidhje me historinë e masonerisë në botë dhe në Shqipëri. Të qëndrojmë në Shqipëri, cilat janë disa nga zhvillimet e masonerisë në vendin tonë, pra në Shqipëri.
Si që thash, mbas viteve 90, njohja me masonerinë ka ardhur nëpërmjet literaturës edhe emigracionit. Do të thotë që emigrantët tanë kanë marrë njohuri në vendet ku kanë vajtur, po edhe shtetas të ndryshëm shqiptarë që kanë dalë jashtë kanë pasur mundësi të marrin kontakt me masonerinë në përgjithësi, ose me literaturën masone në veçanti. Filluan të vinë këtu elementë të ndryshëm, por jo mason të vërtetë. Erdhen pa disa spekulantë ose njerëz të ndryshëm, të cilët kishin më shumë qëllime spekulative se sa përqimin e parimeve masonike. Në vitin 2007, një nga vëllezërit tanë kishte kontakte me disa të huaj italian. Dhe nëpërmjet atij arritëm që të marrim kontaktin e parë me masonerinë zyrtare italiane që quhet Grand Oriente d'Italia GOI. Dhe kemi bërë vizitën e parë në 2007 në Livorno. Mbas asaj filluam punën në Tiranë. Sa herë në mënyrë të organizuar, apo? Në mënyrë të organizuar, u bë një grup i parë i cili u iniciua në Itali dhe gradualisht ky grup u zgjerua. Deri në vitin 2009 u arrit që të inicioheshin një grup prej rreth 20 vetash në Galipoli të Italisë. Më mbrapa, inicimet vijuan të bëheshin në Tiranë me duke improvizuar lozha me materiale rrethanore që ndodheshin, pa pasur një tempull apo një qendër, si mund ta themi, solide të përhershme për këtë punë. Dhe aktualisht në këto momente ju flasim bashkë, ju e keni tempullin tuaj? Sigurisht, e kemi dhe e kemi atje ku e kemi pasur që me krijimin e saj. Por e keni më të kompletuar ashtu siç e do masoneria. Shumë më të kompletuar dhe bile edhe ata që kanë përvojë 200 vjeçare kanë thënë që e keni shumë të mirë se tonën. Po, dhe përveç kryeqytetit, ku jeni të shtrirë në qytetet e tjera të Shqipërisë? Përveç kryeqytetit kemi lozha edhe në Fier, edhe në Korçë. Po, Piro, dhe së fundmi, cilat janë kriteret që ju keni për të pranuar antar në vllazërinë masonerisë? Përveç kritereve, do doja të theksoja dhe diçka që lidhet me zhvillimet e masonerisë në Shqipëri gjatë këtyre kohëve. Edhe masoneria, si çdo organizëm tjetër, duke pasur përbërje nga shtresat të ndryshme të shoqërisë, këto shtresat të ndryshme janë shtresat të shoqërisë shqiptare dhe tashmë dihet cilat janë kontradiktat e ndryshme në Shqipëri. Kështu që edhe në masoneri ka patur disa elemente që nuk kanë gjetur atë që ata prisnin, duke u mbështetur në kërkesat e tyre individuale, por jo në kërkesat e përgjithshme që i takonin masonerisë. Pra, për këtë arsye ju keni disa kritere. Këta elementë, meqense nuk kanë gjetur veten e tyre, janë shkëputur nga masoneria dhe janë larguar. Ne nuk kemi një urdhër i mbyllur që po u fute nuk largohesh më. Jo, kene vjen me dëshirë dhe mund të largohesh vetë pa asnjë pasojë më mbrapa. Ne s'duam që të largohet asnjëri, po ai
që do edhe mund të largohet. Në qënjen e vëllezërve masonë, janë të rëndësishme të mbajnë parasysh ato parime që janë për një mason, që themi duhet të jesh njeri i mirë, me emër dhe sjellje të mirë, dhe një adhëtar i mirë, se kjo adhëtar i mirë simbolizon qënjen e sovranitetit të lozhës së madhe. Në vitin 2023, ndodhi që në udhëheqjen e lozhës së madhe të Shqipërisë të ishin disa vëllezër të cilët patën më shumë ambicie personale se sa çështje. Jo, lidhet me atë dashurinë. U kërkua për marrëdhëniet e mira me fqinjët, u kërkua të vendosej marrëdhënie me lozhën e madhe të Serbisë. Dhe lozhë e madhe e Serbisë kërkoi dhe formuloi një marrëveshje në të cilën shkruhet që lozha e madhe e Shqipërisë njeh territorin e Kosovës si territor të Serbisë. Ata në mënyrë të fshehtë e firmosën. Pra e bën këta persona që ishin në drejtim më parë. Po. Ata ishin në drejtim e firmosën këtë dhe ne vetëm kur e zbuloi vetiu, nuk na thanë në mbajtje të fshehtë, deri në kohën që ne mundën vëllezërit ta zbulojnë nga rrjetet sociale. Dhe kur e zbuluat, çfarë masash morën? Zbuluam, neve nuk e anulluat, apo? Nuk e njojtëm atë veprim të tyre, e dënuan veprimin e tyre dhe ata u larguan më vete. Edhe kjo është një shenjë se masoneria në Shqipëri vjen gjithnjë duke u pjekur e duke qëndruar gjithmonë në parimet e veta. Dhe një nga parimet tuaja është atë dashuria. Që t'ju them dhe atë që atë dashurinë ne sot e bazojmë në veprime konkrete, jo vetëm në dënimin e veprave të këqija, por edhe në veprime konkrete. Ne kemi botuar librin e historisë së familjes Vlora, e 1000 vjet histori, një libër që tregon historinë që nga Gjeri Gjaraniti përpara Gjeri Gjaranitit, që nga vitin 1900 e deri në vitin 2020. Ne po botojmë një libër për tempullin e vjetër më të lashtin në Ballkan, tempullin e Dodonës. Po duam të bëjmë dhe një gjë tjetër. Duam të bëjmë, ta popularizojmë veprën e gjuhtarit të madh shqiptar Petro Zhej, që nuk e ka bërë kurkushi. Ne duam që ta bëjmë edhe këtë. Kemi dhe plot gjëra të vogla, po ato janë të vogla që nuk përmenden, nuk vlen të përmenden. Këto mendoj që janë tek gjërat e mëdha. Po. Zoti Piro, unë të falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, që na tregove historinë e masonerisë në botë, por edhe në Shqipëri. Na tregove për kriteret që keni ju të forta për të pranuar antar i masonerisë. Dhe për të qëndruar. Për tu? Dhe për të qëndruar antar i masonerisë. Po, dhe mbi të gjitha më pëlqeu fjala që duhet të jesh adhëtar, njeri mirë, apo jo? Dhe shpresoj që edhe në të ardhmen ju të vazhdoni të lini gjurmë me masonerinë. Dhe miru takofshim në emisionet të tjera. Faleminderit. Faleminderit shumë. Miru takofshim. Faleminderit. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se trajtuam një temë që ka ngjallur kuriozitet, mister dhe teori të shumta, masonerinë. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.